Fideti. Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Odeta Elezi dhe për të gjithë ju të tjerët që më njihni dhe më ndiqni prej kohësh, ju kam shumë gjanë. Sot është e hënë, është data 8 shtator, ka filluar shkolla, pra është dita e parë e shkollës. Kam e shkollës për nxënësit edhe e punës për mësuesit. Ju uroj të gjithë nxënësit dhe mësuesit qoftë një vit sa më i mbar dhe më i lehtë. Sapo kam çuar Roanin tek shkolla. Jam në makinë vet, në disa punë tek zëvaja dhe më duhet të shkoj aty për pak, por do të zbres edhe një herë për të shkuar tek Roani. Do jem tek shkolla Roanit në punë këtë vit dhe nuk e di se sa e shëndetshme do jetë kjo për Roanin, pasi Roani është i lidhur me mua dhe do doja që të distancohesha pak, por gjithsesi do të jemi bashk dhe është një gjë e mirë sepse do të ikim dhe do të dalim bashk nga shkolla. Kështu që do na shikoni gjithmonë bashk, ndryshe nga vjet kur më duheshe të çohesha e para në shtëpi dhe të ikja për në punë herët. Këtë vit do jemi të dy bashk. Është ora 9:20. Do të dalë, do iki ta shikoj Roanin se çfarë po bën dhe pastaj do iki tek zëvajat. Record. Roan. Papshu. Papshu. Se shkoj dita para shkollës. Shiko të drita. Kur ka filluar shkolla, ditën e parë të shkollës, dhe mos gaboj. Edhe sot jemi në datën 2 tetor. Është ditëlindja ime edhe kështu që vendosa të hap kamerën dhe t'ju marr me vete se çfarë do të bëj në këtë ditëlindje të 34. Po, unë bëj 34 vjeç dhe nisë. Nuk do të flas më shumë. Sa po kam mbaruar mësimin, po pres të shkoj ora për të dalë edhe në pas do të iki në shtëpi, do të përgatis disa gjëra dhe do të shkoj tek parukierja sepse kam lënë orar për të rregulluar
filluar dhe në darket janë me shoqet për të festuar. Gjithashtu tortën e kam marrë mbrëm, por do të këtu nga qyteti im ka hapur biznesin e saj të tortave dhe më ka shkruar sepse kishte dëshirë të më përgatiste një tortë nga tortat e veta, kështu që nuk refuzova edhe do shkojmë të marrim sepse më ka lënë diku. Është surprizë, nuk e di se si është bërë, por mezi po përveshjes, unë kam vendosur të vesh një fustan që kam një muaj që e kam bler, por koha nuk më premton sepse sot është shi, plus që darka është freskuar dhe fustani që unë kisha përgatitur është buzë dhe unë nuk mundem ta vesh, por kam menduar për diçka tjetër. Ky është coveri im më i ri nga Empo dhe është coveri më i bukur i ever që kam parë ndonjëherë. Goca babit. Tani kam marrë disa urime nga familjarët e mi, besoj se ata që më duan vërtet dhe që mbajnë mend ditëlindjen time, sepse nuk kam postuar asgjë në rrjetet sociale dhe këtë gjë e kam bërë për të parë se kush do më uroj pa i parë që më kam ditëlindjen, kështu që Zbognięcie klaczy.